21 prilli 2026, ndryshimi i madh energjetik, hëna hyn në gafore. Fundi i presionit dhe fillimi i shërimit emocional. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë video të veçantë që po e bëjmë pikërisht sot, më 21 prill 2026. Sot ndodh një ndryshim i rëndësishëm energjetik që shumë prej jush e kanë ndjerë tashmë në trupin, mendjen dhe zemrën e tyre. Në orën 13:00, hëna hyn në shenjën e saj të shtëpisë, gaforja. Ky kalim nuk është thjesht një tranzit i zakonshëm, ai shënon fundin e një periudhe intensive presioni dhe hapjen e një portali të ri emocional. Gjatë kësaj videoje do të shqytemi thellë në çdo aspekt të këtij momenti magjik. Do të kuptoni pse ditët e fundit kanë qenë kaq të rënda, çfarë do të ndodhë sot, si të përgatiteni për 3 mesazhet e veçanta që mund t'ju vinë, çfarë thot simboli Sabian për këtë gradë, dhe si ky tranzit po ju përgatit për ndryshimin akoma më të madh që vjen më 25 prill me hyrjen e Uranit në binjak. Nëse e ndjeni veten të lodhur, të bllokuar ose me emocionet në sipërfaqe, kjo video është për ju. Merrni një gotë çaj, uluni rehat dhe le të fillojmë bashkë këtë udhëtim të bukur emocional. Nëse jeni gati, shtypni like dhe abonohuni që të mos humbisni asnjë energji të re. Pika 1. Fundi i një periudhe presioni, bashkimi i 3 fish në dash. Le të fillojmë nga fillimi. Që nga data 19 prill, shumë prej jush kanë ndjerë sikur po përplasen me një murtullash. Çdo përpjekje për të ecur përpara duke e bllokuar, komunikimi ishte i vështirë dhe frustrimi ishte në kulm. Pse ndodhi kjo? Sepse kemi pasur një bashkim të 3 fish, konjuksion shumë të fuqishëm në shenjën e dashit, Marsi, Mërkuri dhe Saturni të bashkuar në një pikë të vetme. Marsi është planeti i veprimit, i zjarrit, i impulsit dhe i luftës. Ai na jep energji për të sulmuar qëllimet tona. Por kur bashkohet me Saturnin, planetin e kufizimeve, të përgjegjësisë, të kohës dhe të provave, energjia e Marsit bëhet e rëndë, e ngadaltë dhe e frustruar. Është sikur dikush po të thotë, duash të vra poshtë, por unë po të vë një peshë të rëndë në shpinë. Mërkuri, planeti i komunikimit, i mendimit dhe i mesazheve, gjithashtu u bashkua me ta. Kjo do të thotë se jo vetëm veprimet ishin të bllokuara, por edhe fjalët, idetë dhe bisedat. Mund të keni provuar të flisni me dikë dhe fjalët të mos dilnin si duhet, ose të keni dërguar një mesazh dhe të mos keni marrë përgjigje, ose thjesht mendja juaj të ketë qenë plot me mendime negative që nuk lëviznin askund. Ky bashkim i 3 fish në dash ka qenë si një provë e fortë e egosë dhe vullnetit ton. Dashi është shenja e fillimeve të reja, e pavarësisë dhe e veprimit të shpejtë. Por Saturni na mëson se jo çdo fillim mund të jetë i shpejtë. Ndonjëherë duhet të presim, të strukturojmë, të përballojmë kufizimet. Kjo periudhë ka sjellë ndjenjen e të qenit i ngecur, sikur po shtyn një derë të mbyllur me forcë, por dera nuk lëviz. Sot, me hyrjen e hënës në gafore, ky cikël i presionit po mbaron. Është si të dalësh nga një tunel i errët pas disa ditësh. Frymë merr thellë. Çfarëdo që nuk lëvizte, tani mund të lirohet, por jo me forcë, por me butësi. Pika 2. Hëna kthehet në shtëpi, fuqia e plotë e hënës në gafore. Tani vim të momenti qendror, ora 13:00 e sotme. Hëna hyn në shenjën e gafores, shenjën e saj të sundimit. Kur një planet hyn në shenjën e tij të shtëpisë, ai fiton fuqinë maksimale. Hëna në gafore është si një mbretëresh që kthehet në pallatin e saj. Ajo ndihet e sigurt, e fuqishme dhe plotësisht në elementin e saj. Gaforja është shenja e ujit, e emocioneve, e intuitës, e familjes, e shtëpisë dhe e mbrojtjes. Ndërsa energjia e dashit ishte e zjarrit, e logjikës së ashpër, e veprimit të jashtëm dhe e mendjes racionale, gaforja na çon brenda. Është koha për të dëgjuar zemrën, për të ndjerë ndjenjat pa i gjykuar, për të qenë të cenueshëm dhe autentik. Ky kalim simbolizon hapjen e kasafortës emocionale. Gjatë ditëve të fundit, kasaforta mund të ketë qenë e mbyllur fort nga presioni i Saturnin. Tani qelësi po kthehet. Emocionet që i keni mbajtur brenda, lotët, dhimbjet e vjetra, dëshirat e fshehura, nevojat për siguri dhe dashuri, po dalin në sipërfaqe. Kjo nuk është dobësi, është fuqi e vërtet. Hëna në gafore na bën më sensitiv, më intuitiv, më të lidhur me të kaluarën, me familjen, me shtëpinë. Mund të ndjeni të tërhequr drejt shtëpisë, drejt një banje të ngrohtë, drejt një bisede me nënën ose një mik të vjetër.
Është koha ideale për të kujdesur veten si një nënë e butë kujdeset për fëmijën e saj. Pika 3. Ndikimi i fuqishëm i Jupiterit në Gafore. Por kjo nuk është vetëm hëna. Jupiteri, planeti i madh i bollkut, i shërimit, i zgjerimit dhe i fatit, ndodhet gjithashtu në Gafore. Jupiteri është në shenjën e tij të eksaltimit në Gafore, që do të thotë se energjia e tij është jashtëzakonisht e fortë dhe pozitive. Jupiteri në Gafore përforcon shërimin emocional në nivel të thellë. Ai na ndihmon të gjejmë bollëk jo në para ose sukses të jashtëm, por në ndjenjën e sigurisë së brendshme, në lidhjet e vërteta familjare, në kujdesin për veten dhe të tjerët. Ai na tregon se rritja e vërtet vjen kur lejojmë veten të jemi të butë, të cenueshëm dhe të lidhur me intuitën. Sipas astrologëve, ky kombinim i hënës dhe Jupiterit në Gafore krijon një moment të rrallë ku qartësia vjen përmes emocioneve, jo përmes analizës së tepërt. Në vend që të mendoni shumë çfarë duhet të bëj, pyesni veten çfarë ndjej unë vërtet. Përgjigjja që vjen nga zemra është bekimi i Jupiterit. Ky tranzit na fton të hapim zemrën, të shërojmë plagët e vjetra të fëmijërisë ose të marrëdhënieve të kaluara dhe të krijojmë një bazë të re emocionale për të ardhmen. Pika 4. Fenomeni i 3 personave, mesazhet speciale që mund të vinë sot. Një nga pjesët më interesante që parashikon shumë astrologë për këtë ditë është fenomeni i 3 personave. Presioni i bashkimit në dash, Marsi, Mërkuri, Saturni, tani po lirohet dhe energjia po kalon në Gafore. Kjo mund të sjellë 3 kontakte ose mesazhe specifike, secili i lidhur me një nga planetet. Mesazhi i Saturnit nga e kaluara, dikush nga e kaluara mund të dalë papritur, një ish partner, një mik i vjetër, një antar i familjes me të cilin keni pasur distancë. Ky mesazh lidhet me mbylljen e një cikli të vjetër. Mund të jetë një falje, një sqarim, ose thjesht një sije. Mos e injoroni, ai vjen për të çliruar diçka që ju ka mbajtur të lidhur. Mesazhi i Marsit, urgjent dhe ballafaques, ky do të jetë një mesazh i papritur, ndoshta paksa jashtëpër ose direkt, që kërkon veprim. Mund të jetë një ofertë pune, një thirrje për të zgjidhur diçka, ose një person që ju sfidon të dilni nga zona juaj e rehatisë. Ai sjell energji veprimi, por tani në ndikimin e Gafores, pra veproni me intuit, jo me impuls. Bekimi i Jupiterit, ngrohtësi dhe mbështetje, ky është mesazhi më i bukur. Dikush që ju do vërtet, një mik, një partner ose një mentor, do t'ju dërgoj fjalë që ju bëjnë të ndjeni të vlerësuar, të sigurt dhe të dashur. Ky mesazh vërteton ndjenjat tuaja dhe ju jep besim për të ecur përpara me zemër të hapur. Mos prisni me ankth, por jini të hapur. Nëse vinë, falenderojini universin. Pika 5. Simboli Sabian. Në një anije, madrinerët ulin një flamur të vjetër dhe ngren një të ri. Çdo gradë e zodiakut ka një simbol Sabian që na jep një mesazh të thellë simbolik. Për gradën ku hëna hyn sot në Gafore, simboli është: në një anije, madrinerët ulin një flamur të vjetër dhe ngren një të ri. Ky simbol është jashtëzakonisht i fuqishëm. Anija përfaqëson udhëtimin tonë në përjetë. Flamuri i vjetër simbolizon identitetin e vjetër, luftën e udhëhequr nga egoja, konfliktet, strategjitë e vjetra të mbijetesës që nuk na shërbejnë më. Tani po e ulim atë flamur me respekt. Flamuri i ri përfaqëson autenticitetin emocional, udhëheqjen nga zemra, vlerat e reja të bazuara në kujdes, empati dhe lidhje të vërteta. Ky është momenti i ndryshimit të flamurit, një ceremoni e brendshme ku thoni lamtumir luftës së brendshme dhe mirëpritni paqen e zemrës. Pika 6. Këshillat praktike për këtë ditë. Ndalo sforcimin. Nëse diçka nuk po lëviz, mos e shtyni më fort. Lëreni të pushoj. Dëgjoj zemrën. Besoj instinktit të parë, jo analizave të tepërta të mendjes. Shkruaj ose bisedo. Bëni journaling, shkruani emocionet tuaja pa censur. Flisni me dikë të besuar. Ji i butë me veten. Ky proces mund të sjellë lot, lodhje ose nostalgji. Është normale. Kujdesuni për veten si për një fëmijë të vogël. Hani ushqim të ngrohtë, bëni një banjë, përqafojeni familjen ose kafshën shtëpiake. Përfundim. Ky ndryshim i sotëm po ju përgatit për diçka akoma më të madhe. Më 25 prill, Urani hyn në binjak, duke sjellë ndryshime të shpejta në komunikim, ide, teknologji dhe lidhje sociale.
por sot përqendrohuni te zemra. Lëreni gaforen t'ju mbështjell me kujdesin e saj, faleminderit që ishit këtu sot. Nëse keni përjetuar ndonjë nga këto energji, shkruani në komente. Cili nga 3 personat mendoni se do t'ju kontaktoj? Ndani përvojën tuaj. Na ndiqni për më shumë astrologji të thellë. Dërgojeni këtë video dikujt që ka nevojë për shërim emocional. Qofshi të bekuar, të butë dhe të hapur ndaj magjisë së sotme. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.